Për të lidhe me Kosovë Gjoci, gazetari Euronews Albanias në Kosovë për të mësuar më tej rreth certifikimit të zgjedhjeve. Atje mirëmbrëma Kosovë. Përshëndetje, Nela. Atëre, si ka qenë certifikimi dhe reagimi i subjekteve politike që morën pjesë në këto zgjedhje? Po, certifikimi ishte paralajmëruar qysh dje, Mirela, me faktin që edhe PZAP-ja dhe Gjykata Supreme tashmë kishte dhënë vendimet për gjitha ankesat që ishin në trajtim e sipër, përfshi edhe për ankesën e lëvizjeve vendosje që ishte ndër rastet e fundit që u trajtua edhe nga PZAP-ja, por me pas edhe nga Gjykata Supreme, sa i përket votave të diasporës që kanë votuar përmes postës. Edhe me të marrë këtë vendim, normalisht nuk ka ngelur asgjë tjetër që mund ta ndalë, po them, apo ta shtyjë më procesin e certifikimit, dhe me këtë rast KQZ-ja qysh dje bëri të ditur se gjatë ditës së sotme në mbledhjen e thirrur në orën 16 do të bëhet certifikimi i rezultateve. Por megjithatë gjithë procesi i certifikimit nuk është se ka shkuar ashtu si do duhej parimisht, për faktin se lëvizja vetëvendosje nuk është pajtuar me këtë hap, pasi sipas tyre edhe PZAP-ja dhe Supremja i kanë hapë rrugë parregullsive në një forme, duke thënë se këta kanë ofruar dëshmitë mjaftueshme që ky proces i votimit me postë të anulohet dhe të shkohet në rivotim, por që Gjykata Supreme dhe PZAP-ja kanë marrë vendime që sipas tyre do të jenë historikisht njolla të zeza tek këtij procesi, por që them drejtën në këtë proces nuk është se janë këto vetëm njolla të zeza që kemi, sepse jemi domethënë 46 ditë, 45-46 ditë nga data e zgjedhjeve dhe mezi erdhëm te fundi i asaj që po them është certifikimi. Dhe në momentin kur është votuar pastaj për certifikim, 9 vota ka qenë pro, 2 anëtarët e lëvizjes vetëvendosje në KQZ kanë votuar kundër, duke bërë të ditur se këtë ankesë, këtë dyshim që kanë sa i përket parregullsive në votat me postë, e kanë dërguar edhe në gjykatë kushtetuese, kështu që do presin vendime edhe nga atje, edhe pse normalisht ky hap nuk është se i pengon vazhdimin e procesit, sepse tashmë rezultatet janë certifikuar dhe nga ai moment me 42.30% që vetëvendosja ka fituar, sa deputet prodhon ky rezultat nga 61 që duhen për të krijuar qeverinë i vetëm? Lëvizja vetëvendosje ka vetëm 48 ulëse në kuvendin e Kosovës këtë herë. Dhe nëse kemi parasysh atë çfarë zoti Kurti thotë se do t'i ketë në koalicion, edhe pse kjo mbetet të shihet, sepse nuk është e sigurt se të gjitha komunitetet jo serbe do t'i bashkohen zotit Kurti, por megjithatë, edhe po të llogarisin që 10 vendet e listës serbske, pakicave jo serbe, që i bie shkon në numrin të pakicave jo serbe, pra bosnjak, turq, ashkali, rom dhe egjiptas. Pra numri i tyre shkon në 58. I duhen edhe 3. Dhe nëse shtojmë këtu edhe një, në këtë rast i bie që i duhen edhe 2, sepse ka edhe një vot nga ulësja që ka siguruar Nenad Rashić, ministri për kthim dhe komunitete, i cili edhe në këto zgjedhje ka arritur të sigurojë një mandat dhe i cili qysh herët ka bërë të ditur që zoti Kurti është adresa e parë e bashkëpunimit për të, dhe me pas do të shoh nëse kjo nuk ecë tutje, pra mundësia se vetëvendosja të bëjë qeverinë e re, atëherë do të shoh nëse do të bashkëpunojë me partitë opozitare. Kështu që i bie që i duhen të paktën edhe 2 deputet për të siguruar 61 vota që do t'i siguronte edhe votat për të votuar kabinetin e ri qeveritar në moment që do të merr mandatin për të krijuar qeverinë. Por Mirela, megjithatë ka procedura tjera që paka shumë mund të krijojnë probleme dhe zvarritje para se të vijmë deri te çështja e votave për qeverinë, sepse ajo çfarë duhet bërë në momentin që është bërë certifikimi, normalisht i hapet rrugë, pra fillon të numërohen afatet sa i përket thirrjes së seancës konstituive që duhet bëhet nga ana e presidentit të Kosovës brenda 30 ditëve nga dita e sotme.
Dhe në moment që thirret kjo seancë, atëherë fillimisht duhet zgjedhet kryetari i kuvendit dhe kryesia dhe nënkryetari, pra ajo pjesa drejtuese e kuvendit të Kosovës, dhe në bazë të ligjeve dhe kushtetutës, por edhe në bazë të asaj çfarë kemi pas rastin e vitit 2014, edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, i takon partisë fituese, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, që ta marrë postin e kryetarit të kuvendit. Dhe në këtë rast, në bazë asaj çfarë pak a shumë njohësit e ligjit për zgjedhje edhe mënyrës se si parashek kushtetuta zgjedhjen e institucioneve në Kosovë, po kanë frikë se fakti që Lëvizja Vetëvendosje nuk i ka votat e mjaftëpueshme për ta votuar kabinetin e ri qeveritar, atëre ka gjasë që ta shfrytëzoj këtë mundësi pra që ka dhe ta zvarris procesin eventualisht ose duke mos nominuar asnjë tash për tash për kryetar kuvendi, ose duke shfrytzuar po them mundësitë kohore, për shkak se ajo çfarë krijon hapësirë për të krijuar zvarritje dhe vonesa është fakti që zgjedhja e kryetarit të kuvendit për dallim për qeverinë dhe kryeministrin nuk ka afate kohore, Mirela, as me legje, as me kushtetutë, pra nuk parashihen afate kohore se deri në çfarë kohe duhet apo sa ditë ka për shembull partia fituese për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Fatkeqësisht dhe kjo normalisht i krijon hapësirë për të krijuar vonesa dhe kemi pas raste të tilla më herët kur janë shfrytzuar, qoftë është në farë forme është zvarrit thirrja e seancës konstituive nga ana e presidentes ose presidentit, me pas është zvarrit çështja e zgjedhjes kryetarit dhe nënkryetarëve, dhe kjo normalisht ka bërë që edhe zgjedhja e qeverisë të zvarritet. Dhe pak a shumë frika është kjo që Lëvizja Vetëvendosje dhe zoti Kurti do të shfrytëzojë këto hapësira ta zvarris procesin deri në momentin kur eventualisht mund të sigurojë votat e mjaftëpueshme për të votuar kabinetin e qeveritar, por mbetet të shihet si do të shkojë tutje. E qartë, Kosovë unë të falenderoj shumë. Isha me Kosovë Gjocin, gazetarin e Euronews Albanias në Prishtinë, e cimtej financimet nga Bashkimi Evropian për